Po t'jap edhe recetën dhe po them, kjo është receta e parë ku dozë intensive transparence do duhet t'japësh dikujt nga politikanëve që është rreshtuar tek fotot e vogla të cilat kanë, janë le të themi liderët të cilët kanë dalë kanë performuar në këto zgjedhje dhe janë disi parlamentar. Por unë dua të di emrin dhe i kam sjell të gjithë këta si pacient tek klinika juaj dhe dua të di kujt do i jepni dozën e intensive transparencë. Transparencën ka detyrë gjithmonë qeveria, kjo është detyrë. Është detyrë. E ka absolutisht, duhet ta japi qeveria transparent. Tash kujdes se ka një element që duhet ta themi përpara se të hyjmë kështu emra. Po. Që vlen për të gjithë. Po. Pacienti nuk trajtohet nëse nuk do. Shiko, kam folur unë me këta dhe i kam sjell tek Duan këta. Po duan. Pra Rama do të shërohet. Gjithsecili nga këta. Në të vërtetë keni ju që Rama dëshiron të shërohet. Rama mendon që ne të gjithë tjerët jemi të smur. Po nuk mendojnë që është i shëruar, dëgjoj. Shiko, ka qenë një tjetër personalitet. Shiko, kjo është fikse, që Malini mua këtë negociat. Që thot, kujdes në autostradë sepse ka hyrë njëri kundravajtje. Dhe ndërkohë një që po dëgjonte thot çfarë thot kjo radio, tha janë të gjithë kundravajtje këtu. Se ai që po bën këtë nuk e kupton ç'ku është ai. Ai është out nga realiteti. Ai mendon që ne të gjithë tjerët jemi jashtë realitetit. Po. Megjithatë, dozën intensive po ja çojmë Ramës. Po transparencën e ka detyrë absolutisht gjithmonë qeveria, kushdo qoftë qeveri. Apo pushtet, se mund të jetë pushtet vendor. Transparencë, ku janë lekët? E vërtet. Për çfarë harxojnë? Si çam thatë ju, sekret tregtar, më thatë pak më parë, sekret tregtar për shpenzimet shëndetësi. Kush e ka detyrën e transparencës? Ose ai që ka fuqinë. Receta e radhës është për një farë forme detox. Pra ti po më jep ilaçe, po më thu, kë ilaç do jap filan vetë. Filanit. E pa, kjo është detox nga pazaret politike. Detox pazaresh. Po. I fundit. Absolutisht Ilir Meta. Ilir Meta. Me sa e shoh unë, jo, shive. Un po t'jap, duke qenë dhe se si di emrat e ilaçeve që do më japësh. Un po t'jap ai që ka përqindjen më të lartë nevojës. Më të lartë nevojës. Se kanë disa këtu nevojë. Po më thaj që s'duhet të japim gjithëve. Se kanë disa nevojë këtu për më veç nga pazaret politike. Kush mund të jetë që kanë nevojë tjetër? Po patjetër dy kryesorët. Pra Edi Rama dhe doktor Berisha. Sepse kanë qeverisë vendin 35 vjet. Neve të jemi të qartë që këto gjëra ndodhen, besoj se po themi në gjë të çuditshme. Ilir Meta po ashtu, po ky është kryesori për mendimin tim. Se shive gjithmonë e vendosa, po e ndajmë dozën në tresh sipas peshës, më shumë Ilir Metës. Ai që bën kështu është ai që bën më shumë pra. Që nga interesante. Unë mund të bëj pazar me këto të mesit. Bëj dhe unë pazar, bën dhe ti pazar me këto të mesit, po ky bën dy fish, se bën dhe me ty dhe me mu, apo jo? Kjo është mes. Se ka dhe një gjë shumë bukur, shive se ç'a konotacioni kemi ne dhe të gabum. Qofse fjala në këtë rast është vjen nga turqishtja, po ne përdorim rëndom fjalën pazarësh. Po. Shqip. Kështu mund ta themi që është fjalë shqipe. Kur është fjalë shqipe ka konotacion negativ. Kur është fjalë perëndimore ka konotacion pozitiv, negocim. Negocimi është pozitiv. Negociata për paqen. Nuk thot njëri pazar për paqen, apo jo? Por është një fjalë. Negocim do të thot transakcion. Të bësh pazar, po. Po në gjuhë latine, jo në gjuhë turke. Shumë interesante kjo. Po dukshëm e pas kemi keq përdorur ne. Pra, mira dhe Ilir Meta, Rama dhe Berisha. Patjetër këtë dozë këtu që sapo më the. Megjithatë un kam edhe një shurup të kundër shprehjes së forcës. Shurup kundër shprehjes së forcës. Tash këto duhet ma shpjegosh çik se do të bëj edhe pyetje, se më vjen diagnozën, unë mos ta kem të qartë. Shiko, mua po më pëlqen si doktor edhe mendoj që i kam sjellë në vendin e dur gjitha politikanë, kështu që bëhet fjalë për ata të cilët ne shpeshherë kemi parë në politikën e vendit tonë që forca ka prevaluar aty që është debati ose po thua forcë fizike. Forca fizike dhe dhunë. Po mirë, nëse s'po kuptosh çfarë lloj force. Po unë mendoj që një figurë e fortë edhe nga qëndrimi i fjalës, se unë mund mos bi dakord nga ana politike me disa njerëz. Po me koherencën unë jam dakord, pra kur dikush ma një linjë, dhe këtë linjë ka nga fillimi deri në fund, po është përforcos, absolutisht të ndoshi. Këtu do i qëndroja, burr malsor që i qëndron asaj fjalës vet, po e ka thënë e bën.
Ky është parimi im, pastaj se kisha një parandim gjatë jetës shkollës. Se pastaj çka thot, qëndron, jam dakord apo jo unë me atë çka thot, kjo pastaj është çështje tjetër. Kemi një recetë tjetër. Kur hipertensioni nga humbja? Pra të ka hipur tensionin, zakonisht bind fikët nga humbja. Po kam përshtypjen që ka të bëjë më shumë me këtë nevojën që dikush ka nga humbjet e një pasnjëshme, më kupton? Ose domethënë si ta Po mirë, këtu patjetër ka edhe këtu, mi ka dhënë shumë thjeshta këto. Patjetër Sali Berisha. Janë shumë thjeshta, se tjerët nuk kanë pas humbjet të tipit. Është interesante. Pra Partia Demokratike ka pësu disa humbje njëra pas tjetrës. Ka tu forca të reja politike që s'mund themi që ka pas disa humbje, se sa themi dot. Edi Rama që i merr zgjedhjet ashtu siç i merr me parë, me të fortë, me tjera, por i merr. Na takon neve pastaj. Tash ma jep edhe mu i dozë nga kjo. Mehmeti, unë mendoj që ti je një mjek vërtet i përgjegjshëm. Ma jep një dozë dhe mu nga kjo tash se pjesa ati, ambienti jam dhënë. Është interesante sepse po të kisha vënë dhe ty do ishte më e vështirë pasaj për të suplement bashkëpunimi. Kush ka nevojë që të rrisë pak të dozën e bashkëpunimit në politikën e vendit midis këtyre liderëve politikë që unë kam paraqitur për ju? Absolutisht të rinjt. Të rinjt, ëh? Të rinjt, sepse unë shive, që në fillim, tash mbi një vit e sa përpara, që kur fillon të propozoheshin, unë vazhdoj dhe mendoj fort që ky vend vun nga i korrupsion financiar dhe moral. Jo vetëm financiar, po dhe moral. Që do të thotë gjithë këta figura dje me vajza të rinj që nuk karakterizohen nga korrupsioni moral dhe financiar, paktën tillë janë perceptuar, sepse brendësitë e shpirtit të gjithë secili nuk i njohim, duhet ishin bërë bashkë. Kur flet për të rinjt, e fut edhe Agronshe? Po Agronshe nuk është aq i ri, politik nuk është. Okay. Pra ka krijuar një forcë të re politike, por nuk është krejt i ri. Pra ka qenë 8 vjet deputet i Partisë Demokratike. Si forcë është forcë e re, por ai vetë, po, kështu që mendoj që këtu do kisha suplementi të rinjve mund të këtu do kisha, po, do ishte e ndame ndër 4 vet. Pra, po i marr në rend siç mi ke vendos foto, zoti Agronshe, zoti Arlind Qorri, zoti Adileti Klapaj dhe zoti Endri Shabani. Këta dy të fundit tregun një lloj bashkëpunimi njëri me tjetrin, pastaj mbrapa kuptum që ishte si përfaqësor, si bashkëpunim, kështu që unë këtyre do ja leja. Sepse kur thua diçka që duhet ta bësh, duhet ta çosh deri në fund. Dhe këto patën në fillim pak të një dëshirë. Kështu si pacient e patën një dëshirë për ta marrë këtë suplement. Vërtet është. E doja lija. Kjo kam shtypjen është pak e thjeshtë, edhe duket si pyetje e drejtuar, por ka të bëjë me vaksinë kundër propagandës. Po efekti atanësore të vaksinave kundër propagandës janë zakonisht humbja e pushtetit. Edhe kur themi me humbjen e pushtetit, të dukshëm njerëje ka pushtetin. Kështu që tash na kthehemi prap, tash doktor unë ta solla, po e plotësoj vetë. Më i somuri ka nevojë për më shumë se sa një ilaç. Kështu që këtë rast absolutisht sërish Edi Rama është diskutohet fare. Kjo pa është pak e vështirë dhe e dhimbshme për politikanët e vendit tonë, po megjithatë unë ju si mjek mundet që të sugjeroni dikujt të rreqe nga politika për shkak të humbjes së aftësisë përhershme për punë. Nga këtu të rreqe nga politika vështirë është që të thush dikujt. Mund të bësh dëm më shumë se sa mund të bëje dobi si mjek. Jo, e vështirë është të thush sepse shive. Politika është një lloj, si ta them, është një lloj energjie. Ka rreth rrotull, ke një lloj aftësie për të marrë me këtë, apo që të kërkon. Sot të kërkon. Pra politika, e tham fillim fare, të kap, të prek, të kërkon, bëhet diçka e me radhë. Unë do thoja ridimensionim, po jo tërheqje. Tërheqje do thotë zhdukesh, oblivion, të harrohesh, të largohesh. Atë por e korrektoj këtu. Po, ridimensionim absolutisht. Kjo na takon neve në Partinë Demokratike. Do një ridimensionim. Pra, gjërat që funksionojnë shkojnë përpara, gjërat që nuk funksionojnë mundohen të bëjnë ndryshime. Ky është parimi i qartë i pastër politik. Pra, doktorit Berishës i bie të ridimensionohet. Po, absolutisht po.
mendoj që kemi nevojë të madhe informative. Absolutisht, jashtëzakonisht e nevojshme. Antibiotik kundër premtimeve boshe. Tani unë kam përshtypjen që këtu këtu është kështu mirëndit se nuk besoj se i shpëton dikush. Tashti unë shoh që këtu ke vënë vetëm forca politike që kanë prezencë parlamentare. Po. Se ka një lloj valence politike. Se neve kemi parë për shembull premtime boshe të dhënë nga forca politike me programe qeverisë që kur e dim që kur do fitojmë, se programet qeverisë duhet t'i japë dikush. Tu premtimet boshe në mënyrë absolute i ka dhënë Edi Rama. 2013 ka thënë do të sjell ujin e pishëm dhe do të bëj legalizimet falas. Për këto dy gjëra ka thënë, do jem unë dhe vetëm unë përgjegjës, apo jo. Dhe tani për jemi në 2025-ën, qofse shkoni në shtëpi dhe keni ujë 24 orë të pishëm, jo të përdorshëm. Jo nga pompa i ujit, jo nga depozita i ujit, po nga rrjeti, qofse keni, është në rregull ai. Qofse s'keni, pastaj është gabim. 5% e tham që do bënte për arsimin, 5% tham që do bënte për shëndetësinë, as këto si bëri. Premtim bosh është dhe kjo çështja e Bashkimit Evropian, sepse po hapim kapituj e tjera, kujtoj që Bashkimi Evropian do veprimet e tuja. Po. Se si ti qëndron me vlerat europiane, nuk ka lidhje se çfarë i thua ti njerëzve tu. Kur e gjatë, sepse ka një listë gjatë premtimesh boshe, po mos ta harxojmë kohën me të se. Se shpresojmë që ky antibiotik do e bëj. Ç'kam thënë gjithmonë është kjo, e dim shumë mirë kush është Edi Rama. E dim shumë mirë kush është Partia Socialiste, çohuni çuna, krijoni alternativë.